Në këtë shtëpi mediatike para disa dite kishte kremtë e fest për shënimin e përvjetorit të Gazeta Lajm. Mes krejt atyre urimeve të shumta nga lider politik dhe personalitete nga jeta publike që e uruan Gazetën Lajm për 20 vjetorin, desha edhe unë e shkurt të përcjell se sikur e pam me rastin Koçani dhe tjera raste më parë, në Maqedoni është punë e madhe me i arritur 20 vjet jetë e ku më si gazetë. Ndërsa Gazeta Lajm 20 vjet vazhdon të jetë, jo vetëm gazetë dhe tani medium komplet me Lajm TV, por një kështjell lirie e informimit, por edhe edukimit dhe emancipimit të neve shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Nuk janë vetëm 20 vitet e pandërprera të funksionimit si media e lirë argument për këto fjalë, por edhe krejt ajo që mua më bie ndërmend edhe si lexues, edhe si kontribues në opinionin në Shqip në këtë vend, se sa herë dhe shpesh, mu kjo gazet ka qenë media e vetme që ka përcjell dhe nxjerr në mejdan të vërtetat shqiptare. Shumë herë, e vërteta dhe liria shqiptare mund të lexoheshin vetëm në këto faqe të kësaj gazete. Ky pra është emancipimi vërtet, emancipim për lirinë dhe të vërtetën, urime dhe për shumë përvjetore. Mendova që me shkas të këtij përvjetorit të rëndësishëm të analizojmë një nga problemet kyç të Maqedonisë, duke u përqendruar më shumë në pjesën e opinionit publik në gjuhën shqipe, edhe pse edhe në teoritë e komunikimit, edhe në praktik e dim se opinioni publik është një dhe i ndërlidhur mes vete. Nga krejt definicionet dhe teoritë e gjata shumë shkurt të rikujtojmë disa definicione për atë se çka në të vërtet është dhe paraqet opinioni publik. A. Një përmbledhje pikpamjeve, qëndrimeve dhe besimeve individuale për një temë të caktuara, të shprehura nga një pjesë e konsiderueshme e një komuniteti. B. Një sintezë të pikpamjeve të të gjithë ose një segmenti të caktuar të shoqërisë. C. Një koleksion të shumë pikpamjeve të ndryshme ose të kundërta. D. Procesi ndërveprimit dhe ndikimit të ndërsjell në vend të një gjendjeje marrëveshje të gjerë. E. Opinionet e mbajtura nga persona privat që qeverit e shohin të kujdesshme t'i marrin parasysh. F. Opinioni publik si pikpamja e kolektive e një popullsie të përcaktuar, siç është një grup i caktuar demografik ose etnik. Opinioni publik nuk kufizohet vetëm në politikë dhe zgjedhje, ai përfshin shumë sfera tjera, si kultura, moda, letërsia dhe artet, shpenzimet e konsumatorëve, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun. Nëse e matim sipas këtyre definicioneve dhe kritereve, këtu në Maqedoninë e Veriut, e sidomos atë në gjuhën shqipe, opinionin publik të shprehur mund ta karakterizojmë me shumë epitete. E para, leht i plagosshëm, duke pas parasysh krejt vulnerabiliteti nga krejt ato që goditet prej shpifjeve, rrejnave, thashethemeve dhe të tjera që në gjuhë sot shprehjen me emërtimin trend fake news, por në esencë ato janë rrejnë dhe gënjesht të rrekulluar. 2. Brithim ose brithyer me brinjt e thyera nga goditjet e padukshme dhe të mëparshme. Dhe 3. I varfër që nuk mund të cilësohet as si i pasur ose se është i lloj-llojshëm. Mu ky epiteti i tretë mu duk i denjë për titullin edhe i kësaj analize dhe më gjerë i pranueshëm si konstatim se opinioni publik i shprehur në media në gjuhën shqipe është i varfër. Pra, ka pak opinione, qëndrime, analiza dhe mendime të shprehura rreth çështjeve të caktuara publike. Kjo varfëri e konstatuar na shpije të kërkojmë shkaqet e kësaj mungese dhe menjëherë shohim se kjo vije nga fakti se ka pak media në gjuhën shqipe, e ato që janë të varfëra dhe të paqëndrueshme dhe pa kontinuitetin si bazë e konsistencës për opinionin publik. Pra vetëm këtu ndodh që të hapen e mbyllen portale duke ekzistuar vetëm gjatë zgjedhjeve, ose të mbyllet një kanal televiziv i tëri e që as mos të bëhet lajm në opinion, duke lënë të pasqaruar jo vetëm opinionin dhe publikun, por edhe bashkëpunëtorët
ekipin dhe gazetarët e vetë me cilët kanë punuar dhe jetuar bashkë. Turp e përfaqe të zezë. Andaj, me leje, do kthehim në fillim dhe të ricek se 20 vitet e Gazeta Lajm si media është punë e madhe në Maqedoni, sidomos në Shqip dhe të shqiptarët. Me liri, pavarësi, llojshmëri, kontinuitet dhe konsistencë nuk mund të thuhet ose të lavdrohen as pjesa e opinionit publik në maqedonisht, por në Shqip e vërejmë më shumë këtë varfëri në media. Sidomos, pasi mediat, si dhe e tërë ekonomia dhe tregu në Maqedoni janë shumë të varura nga shteti, parat dhe ndërmarrjet publike. Ndërsa, mu aty ka një disbalans të madh në parat që kanë marrë mediat në gjuhën shqipe dhe ato maqedone. Një disbalans i pakrahasueshëm nëse e përpjestojmë me vitet e ekzistencës të këtij shteti. Por, ajo që e bën më të madh këtë disbalans në favor të mediave maqedone janë edhe dy faktorë tjerë. E para, se ajo që emërtohet si kulaçi i reklamave në tërësi në këtë vend është shumë i vogël. Dhe e dyta, se ai privat është edhe më i vogël e në pjesën shqiptare edhe jo ekzistent. Ta përkthejmë me shembuj që të jemi më të qartë. Sa ka në Shqip reklama ose shpallje të kompanive më fitimprurëse në vend? Bankat, operatorët celular, monopolit të energjisë për anvisri ose zinxhireve të marketeve. Shumë pak ose nëse nuk i shohim detajet mund të thuhet edhe as pak. Një analizë e plot e këtyre të dhënave në këtë aspekt ndoshta do nxirrte plot argumente për apartheid, segregim dhe diskriminim të opinionit publik në gjuhën shqipe në këtë vend dhe shtet. Pasi krejt këto kompani në përqindje të madhe kanë konsumator dhe fitimsjellës në Shqip dhe shqiptar, ama marketingun shumë pak ose as pak e bëjnë në gjuhën shqipe. Do me thënë, këtu nuk bëjmë krahasimin e birarive, bankave vendase dhe greke që edhe ashtu as e kanë osi opcion gjuhën shqipe. E ndoshta edhe mund të thuhet se shqiptarët i përdorin ato të njëjtat më pak. Por, këtu po sjellim shembuj matjeje edhe kompanitë celulare, këtë monopolin energjetik e Dadas, bankën slovene dhe turke edhe atë të tretën me aksionar shqiptar. Në krejt këto, shqiptarët mund të jenë gjysma e konsumentëve dhe fitimsjellësve, por ama gjuha dhe mediat e tyre janë askund. As në shpallje e as në marketing. Në këto bëjnë pjesë edhe disa kompani të mëdha në dukje shqiptare, që as pak nuk kontribojnë për pasurimin, llojshmërinë e as konsistencën e opinionit publik të shprehur në gjuhën shqipe në Maqedoni të Veriut. Nuk ka nevojë që këtu t'i sjellim emrat e atyre kompanive të mëdha me pronar shqiptar. Mjafton që ato askund nuk i shihnin në Shqip në media tona, turp e përfaqe të zezë. Krejt këto shembuj, krahasime dhe të dhëna, vetëm na argumentojnë se varfëria dhe fukarallëku në opinionin publik, por edhe diskriminimi politik, ekonomik, aj në sport dhe në kultur, nuk është ndonjë fat dhe taksirat, por ka shkaqet dhe faktorët edhe fajtorët që na kanë sjellë në këtë gjendje. Mjafton t'i gjejmë, identifikojmë dhe në opinion publik edhe t'i ekspozojmë, e ata vetë të dinë se edhe për ato do vleje ky konstatimi në titull, se opinioni publik i varfër e merr publikun në qafë. Nesër ose pas nesër, sikur që u ka ndodhur dje dhe unë lodh sot, kur atyre vetë të ju bie ndonjë padrejtësi, diskriminim, e do kenë nevojë ta sqarojnë të njëjtin në Shqip dhe për shqiptar, do shohin se e kanë marrë edhe veten në qafë. Pra, nuk pas ka media në Shqip, nuk pas ka opinion publik në gjuhën shqipe, nuk pas ka kush t'i sqarojë ose mbrojë në opinion. E po, nuk ka, sepse nuk pati as reklama, as marketing, as përgjegjësi minimale sociale ndaj gjuhës shqipe dhe shqiptarëve. Aq e thjeshtë është kjo ndërlidhje kauzaliteti. Dhe këtë e kanë përjetuar vetë shumë herë këto krejt.